pas 2 vitesh, takojmë. 2? Jo, 2. 2 janë? Jemi mirë? Jemi ende, nuk po jemi që kemi ende të kthjellët, të kam sërish në bisedë në Gogo Pikal. E do flasim pas faktit. Pas faktit të kryer që janë zgjedhjet. Çfarë mendon se kuptuam pas këtyre zgjedhjeve? Çfarë ka ndodhur me Shqipërinë? Mbase shumë egoiste kjo që do them, po frymëzuar nga ai tok thuaj fjalë mirë. pas faktit, sepse tani pas faktit mendoj që shumë njerëz mund ta kenë kuptuar që personalisht kam patur drejt për disa gjëra, sepse para 2 vjetësh para 2 vjetësh thash që Partia Demokratike për shembull nuk ka mundësi që të fitojë. Në gjendjen që është, gjendja nuk ndryshoi, sepse ishte ajo koha kur ishin 2 fraksionet po luftonin në atë kohë, dhe pash që nuk kishte shanse që të pajtoheshin, dhe duke mos patur as gjithë atë ndjekësit, domethënë antarësinë e PD-s me vete, nuk ka shans që të fitohen zgjedhjet, sepse zgjedhjet duhet të fitosh antarësinë dhe një pjesë të njerëzve që janë ose besnik të partive të tjera ose të pavendosur, kështu fitohet. Sepse zgjedhjet janë matematik. Edhe jemi pas faktit. Tani priset të ndërpres, zgjedhjet janë matematik. E fjalën për procesin e votimit apo për procesin e parashikimit dhe kalkulimit që duhet të bëjnë partitë politike? E kam fjalën për në radhë të parë për frymën. Domethënë se sa ndjekje frymëzon një parti. Sidomos një parti e cila do të vinë në pushtet dhe do të rrëzojë një parti shumë të fuqishme që është në pushtet ndërkohë. Dhe kjo bazuar në atë frymë në agregatin e gjithë atyre dhënave që unë analizoja, ishte që nuk do të fitonte Partia Demokratike dhe Partia Socialiste ose do ruante pozitat ose mund të fitonte diçka ndërkohë. Dhe i them që zgjedhjet deri diku janë matematik. A do më ljosh të tregojmë dhe unë pak egoiste? Në fakt e kam pas këtë syt debati me Miguel Qiraxhin kur e kisha të ftuar dhe pyetja ime ishte ndaj tij që a do e lexoj do diaspora realitetin fiks siç është në Shqipëri. Unë kam qenë kundër votës së diasporës, sepse për mua perceptimi ka qenë gjithmonë ky diaspora nuk është gati. Ata nuk janë gati sepse nuk janë të organizuar që të marrin pjesë në vendimarrje në Shqipëri. Dhe këtu marrim gjithmonë të mirëqenë që ne kemi pranuar që pjesëmarrja e diasporës është gjë e mirë, sepse unë jam edhe në parim kundër, pra, në qoftë se ti jeton në një vend tjetër, punon në një vend tjetër, investon në një vend tjetër dhe i bindesh rregullave të atij vendi, nuk mund të vish këtu vetëm për të, domethënë, marrë vendime madhore, siç është zgjedhja e deputetëve. Dhe pastaj asnjë vendim tjetër që merret këtu nuk bie mbi ty, nuk e pëson ti efektet e asaj vendimarrje, i pësojmë ne. Por ta marrim të mirëqenë që është gjë e mirë. Prap unë mendoj që diaspora nuk është e organizuar. Nuk e ka atë vetdije, nuk ka akumuluar atë. Mund të kemi eksponentë të diasporës që janë njerëz që janë të dalluar në fushat e tyre, që mund të kenë talente, mund të kenë edhe një prirje apo vokacion për politikë, nuk e vë në dyshim. Por prirja është që shqiptarët në diasporë nuk janë të organizuar dhe nuk mund ta udhëheqin politikbërjen apo të vendosin standardet e vendeve ku jetojnë, ti vendosin këtu në Shqipëri. Dhe besoj se zgjedhjet e treguan një përqindje goxha e lartë për Partinë Socialiste. Dhe shumë e ulët për Partinë Demokratike, nëse ata kanë llogaritur që jam lejo të kujtoj shifrat, pra jashtë vendi 61.15% PS, 23.54% PD-ja. Ndërkohë që brenda vendit shifrat janë PD 34.27% dhe PS 52.14%. Kjo sipas përditësimeve të papërditësuara të KQZ-s, e cila si gjithmonë me shumë vonese dhe kësaj radhe po të ngelemi te diaspora. Unë personalisht kisha një mendim që është gjë e mirë që diaspora voton, mirë po nuk isha shumë dakord me mënyrën e të votuarit. Do thuash ti kush po na pyet ne. E vërtet. Pra një mënyrë që në fakt nxori shumë problematika me votën në Greqi, problematika të votimit mbase familjar,
të mungesës transportit, sigurisht ka këtu edhe kundër argumente që po ne nëpërmjet postës bëjmë shumë gjëra, çojmë dhe analiza jashtë shtetit, po si e pe ti mënyrën e të votuarit? Pikërisht. Domethënë dy janë argumentet, ta marrim të mirë qenë që është diçka e mirë vetvete vota e diasporës, po administrimi i votës. Në radhë të parë, ne nuk kemi institucione të pavarura. Dhe do të thotë edhe besimi jonë te institucionet që administrojnë zgjedhjet është i cënuar, është i cunguar. Dhe me të drejtë të plot, siç e the edhe ti, ne nuk e dim se kush i ka parë votat, se si janë administruar, se si janë numëruar. Dhe nuk ka patur ndonjë transparencë shumë të madhe. Mund thua që kjo ishte era e parë dhe hajde se do ta përmirësoj. Janë këto formulat. Ta provojmë një herë. Po, janë këto formulat përgjigje standarde ose justifikime standarde. Po arsyeja, si më thënë, arsyeja më madhore është që si proces i parë, ai që do të fitonte ishte ai që do të kishte organizim më të mirë në diasporë. Dhe si në vend, edhe jashtë vendit organizim më të mirë, struktura, arritje, pra mundësi për të arritur më shumë te emigrantët, kishte Partia Socialiste. Dhe besoj, kjo do të bënte diferencën për mua. Në këto kushte që jemi, mund të ketë shumë persona të pakënaqur që kanë dashur të votojnë, ose mund të ketë janë të pakënaqur dhe nuk e di, nuk duan të jenë shumë në kontakt me vendin, duan që të ndërtojnë tani jetën e tyre që Zoti je kanë arritur që të largohen edhe tani janë të fokusuar. Ndoshta personat këto kanë nevojë për analiza edhe më thella, por unë mendoj që struktura dhe organizimi dhe patjetër, domethënë superioriteti në burime, çdo gjë avantazhonte Partinë Socialiste. Për mua ka qenë shumë përshtypje në moment që është diskutuar se si do votoj diaspora, nuk ka pasur realisht një debat publik, sepse PD-ja ka qenë e para që ka pranuar. Si të rezulton ty, domethënë pranimin me këtë lloj votimi, pra nëpërmjet postës. Nuk pati një debat të fortë publik ose një kundërshtim nga ana e opozitës që shikon ne, hajde të diskutojmë se cilat janë këto mënyrat më të mira. U duk si një dakordsi në tryez, si të zhdukur ty, ai moment? Kjo është paradoksi i madh me Partinë Demokratike, që fillon edhe kundërshton mbasi ndodhin zgjedhjet, dhe ajo ka humbur të paktën 4 zgjedhjet e fundit, fillon edhe gjen të gjitha arsyet dhe analizon, bën analiza të cilat duhet i kishte bërë më përpara. Dhe faktikisht edhe kur kalohet kodi, ka disa gjëra që opozita i ka në dorë. Pra i ka në dorë, ka numrin e deputetëve, që të paktën të imponojnë, domethënë të hap një debat publik, nëse nuk mund të imponohet Partisë Socialiste, pra shumicës qeverisë, ka aq pushtet sa të shkojë te publiku dhe ku të di unë të bëj një fushat ndërgjegjësimi për tëra këto probleme që do kemi në zgjedhje, të cilat Partia Socialiste nuk dëshiron t'i adresoj, sepse ashtu i ka interesin. Por jo, kjo nuk ndodh. Ekziston kjo dakordësia që ndonjëherë është e shprehur, ndonjëherë është e heshtur. Dhe ni kalojmë gjërat në heshtje. Ka patur edhe një iniciativë nga grupet të shoqërisë civile apo grupe siç ishte Diaspora Shqipërinë e Lirë apo grupe të cilat janë kthyer në parti, siç ishte Partia Shqipëria BE, domethënë të cilat kanë hodhën këtë lloj ide dhe domethënë e shtyn këtë lloj ide dhe unë mendoj që ishte shumë e zgjuar nga ana e Ramës që e miratoi, pra u bëri qefin, miratoi një iniciativë që unë jam e sigurt që ai e ka patur ndërmend ta bënte, por u legjitimua në momentin që e kërkuan forca të cilat janë jashtë spektrit bipartiak. Pra. Dhe këtu e kam paralajmëruar që ka disa pasoja të cilat nuk janë shumë të mira. Në radhë të parë bie pak ai justifikimi që shqiptarët të paktën bie formalisht i jep një argument shumicës qeverisë socialiste. Shqiptarët nuk largohen se janë të pakënaqur, por shqiptarët janë shumë të kënaqur me Partinë Socialiste. Pra, ti sa të hoqë një argument që ishte shumë e fortë, sepse janë gati 500.000 shqiptarë që janë larguar dhe është emigrim masiv. Sado që ka patur një rrjedh gjatë 34 vjetëve, to prap janë shifra. Pikërisht, po PD-ja këtu nuk llogarit ose nuk parashikoi që një pjesë e shqiptarëve të larguar së fundmi, mbase nuk janë pozicionuar me adresa shtëpish. Dhe këta shqiptarë të pakënaqur me qeverisjen ose të rebeluar, mbase s'kan pasur fare të drejtë vote për shkak të mungesës së një adrese fikse ose të situatës dhe
normalisht mbase edhe ndonjëherë mungesës së informacionit, edhe mungesës së më thënë kontaktit. Partia Demokratike duhet kishte një strukturë që këta çoi për shembull Josefina Topalli. E pa mjaftueshme. E pa mjaftueshme. Kjo është çështja. Po unë mendoj që këto janë llogaritë që mund të ishin bërë. Si duk Tyrez pjesëmarrja, sepse pati një debat në momentin që mbaroi votimi, mbaruan zgjedhjet, mbaruan procesi i votimit. Dhe pati një debat që pjesëmarrja është e ulët. Mua më është dukur që pjesëmarrja ka qenë shumë e lartë. Nëse ti kalkulon njerëzit, shifrat e njerëzve që jetojnë në Shqipëri apo jo. Po, qartë. Si tu duk ty? E njëjta gjë, se edhe unë mu desh ta sqaroja këtë pjesën se e pash që kishte një konfuzion, duke qenë se në KQZ faqja ajo shifra 42% pjesëmarrje dhe të gjithë janë kjo është nën 50%, pra pjesëmarrja është e ulët, por faktikisht është vetëm 42% e rezidentëve. Pra rezidentët ka 1.8 milion rezident votues, dhe nga këta kanë votuar gati 1.5 milion. Është shifër goxha e lartë. Shumë e lartë. 80-85%. Duhet të thënë që në vendet e zhvilluara rreth 45% nuk arrin kurrë 50% numri i votuesve. Këtu tani është shifër goxha e lartë. Dhe prap i japim ujë atij argumentit që shqiptarët që janë këtu nuk janë të pakënaqur dhe nuk ikin nga pakënaqësia e bie. Domethënë ka disa implikime këtu që mua nuk më pëlqejnë, them të drejtën, vetëm sepse ky është pak ashtu sistemi që kemi ndërtuar dhe patjetër që ka edhe problematika të tjera përveç sistemit. Problematika që që shfrytëzojnë sistemin. Domethënë ne kemi problematikën e ndërthurjes së krimit me politikën, përfshirjes së krimit të organizuar në zgjedhje, e kemi patur zgjedhjet e kaluar, vitet sërish, dhe ka dyshime të arsyeshme që është përfshirë sërish edhe këtë herë. Kemi problemin e sistemin të klientelist që Partia Demokratike nuk ka dashur ta luftoj. E lufton, fillon edhe denoncon pas zgjedhjeve. Ky është një sistem që është, domethënë, është vendosur në vend dhe është sofistikuar jashtëzakonisht shumë nga Partia Socialiste, domethënë. I ka struktura, kur thuhet i ka strukturat në terren, ka struktura që mund të arrijë çdo person. Pra ball për ball. Një nga ato kritikat që kam dëgjuar nga vetë mbështetës Partisë Demokratike që kanë punuar për zgjedhje është që kandidatët nuk bëjnë përpjekje mjaftueshëm që të shkojnë te njerëzit. Pra rrinë në Tiranë, rrinë në zyrë. Edhe ky është problemi më madhor, është një shkëputje midis elektoratit, potencial të PD-s dhe Partisë Demokratike. Gjithmonë është thënë që PD-ja është parti fryme. Është vetëm gjë që nuk është faktik. Fryma është ajo që i duhet Partisë Demokratike. U duket një argument shumë abstrakt. Këtë vit nuk e pati? Jo, absolutisht jo. Pse dështoi PD-ja? PD-ja dështoi sepse në radhë të parë modeli që qytetarët këto, le të themi dekadën e fundit, është prezantuar është modeli i oportunizmit. Kjo është edhe efekti i asaj skemës klienteliste. Ata shohin që domethënë çështja e votës është bërë çështje interesi, është çështje shkëmbimi, matrapazlik, shkurt puna. Edhe e kanë adoptuar atë, domethënë ka zbritur kjo çështje nga nivelet më të larta të politikës te njeriu i thjeshtë. Ata bëjnë llogaritë e tyre. Njeriu i thjeshtë, sidomos kur është më në vështirësi, vepron, mendoj unë, në një modalitet krize, e quajun. Modaliteti i krizës është ti i vendos ato prioritetet tua shumë shpejt dhe i thjeshtëzon gjërat shumë. Dhe është e thjeshtë për njeriu i thjeshtë. A do ndryshoj së shpejti gjendja? Jo. Pra, nuk e ha do ta të pulën, do marrësh atë sorrën. Pra, çfarë do të gjë që të ofrohet për momentin, kjo është diçka që e ke parë ta bëjnë të gjithë, pra je justifikuar ti si njeri normal. Pavarësisht se personat që janë persona publik, personat që janë zëra intelektuale, shikojnë pak me përbuzje këtë lloj fenomeni. Dhe unë përpiqem që ta kuptoj më shumë se sa ta paragjykoj. Ky është modaliteti i persona. Ka persona pastaj që nuk janë në atë modalitetin e mbijetesës, janë në modalitetin janë profesionistë të rinë, dua të rriten. Kush e ka në dorë që të rriten këta profesionistë? 2 palë. Më së shumti 2 palë. Kush ka shans të fitoj kjo palë? Me këtë palë do vemi. Kjo është. Ose këto 2 palë në fakt kanë luftuar shumë për ta pasur sistemin me 2 palë. Me 2 palë, eksakt. Kjo është investimi i sistemit me 2 palë. Ne kemi sistemin që favorizon më së shumti partinë më të madhe, Partia Socialiste, edhe pastaj më pak Partinë Demokratike dhe më pak çdo lloj partie tjetër që vjen
Bestaj. Por të kthyer prapë te sistemi, domethënë është absurde që një parti e re si Shqipëria bëhet me 56.000 vota, në mos gaboj? Me votat e diasporës është rreth 67.000 total. Total, të merr një mandat. Të merr një mandat. Ndërkohë, këto forcat e vjetra, ushrit, në thonjza, kanë marrë edhe me 9.000? Po, Ose edhe 9.500, 10.000. Të jemi, domethënë të jemi tamam korrekt se mandatet shpërndahen mes zonave, pra, po ti përmbahemi këtij sistemi, kanë marrë diku me 30.000 vota një mandat. Pastaj me votat e tjera u kanë humbur. Kjo është ndërsa nëse do kishim një sistem më të drejtë, pra kemi 67.000 vota dhe kemi sistem mazhoritar me një zonë zgjedhore, siç është Shqipëria, do thotë kanë marrë një mandat me 67.000 vota. Kjo është. Kjo është efekti i një sistemi që nuk i përkthen votat siç duhet, pra nuk e përkthen vullnetin tim, unë dua këtë parti. Le të numërohen votat e mia me të gjithë mbështetësve kësaj partie. Jo, vota jon humb. Le ta vizualizojmë pak parlamentin e ri me 140 deputet. Si të duken ato emrat? Pra 83 nga PS-ja, 50 nga PD-ja, 4 partitë e reja, 3 partia të Omdoshit. Si të duket? Kur shikon? E frikshme. Pse? E frikshme sepse kanë votë shumicë bashkë me Tom Doshin dhe janë me Tom Doshin. E di që kanë sa përplasje publike janë bashkë, kanë 12 vjet që bëjnë biznese, nuk është lehtë që të shkëputesh. Plus që Partia Socialiste ka 83 vota të sajat. Pra, një shumicë goxha e madhe. Çfarë parashikon se do ndodh me këto vota? Në raport me SPAK-un, në raport me ndryshime kushtetuese, në raport nuk e di. Kjo është që Partia Socialiste e ka shumë të lehtë të kalojë çdo lloj ligji pa dashur që ti bëj më qefin tek tuk PD-s, pa, do të thënë, vetëm me forcat e saj mund të kalojë shumë ligje dhe sigurisht problemi më i madh është SPAK-u. Nuk ka pikë dyshimi dhe ka qenë e qartë që Partia Socialiste e ka sulmuar dhe dëshiron që t'ia pres krahët SPAK-u, siç do edhe Partia Demokratike. Me manjën tani. Ka qenë e qartë që më përpara që me Komisionin Xhafa, Komisioni Antikorrupsion, mos gaboj. Ajo ishte e qartë, ishte ashiqare që ai ishte komision që dëshironte ti priste ose ti kufizonte kompetencat SPAK-u. Dhe tani thjesht kanë votat që ta bëjnë të mundur. Tash, unë e kam thënë gjithmonë, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike e kanë interes të përbashkët cënimin e SPAK-ut. Thjesht Edi Rama në një farë pike, pasi pati ato rrëshqitjen mbas arrestimit të Velia, e mblodhi pak veten. Dhe thash, SPAK-u ekziston vetëm se mblodhi shumë në fakt se ndërkohë që Partia Demokratike, dakord, Partia Demokratike bëri një gabim fatal. Sepse ata po them edhe si profesionistë komunikimi, edhe si analistë politikash, ka mënyrë për të mos e dhënë një mesazh aq dëmtues. E ke fjalën për deklaratën e Berishës? Deklaratën e Berishës. Ishte shumë dëmtuese në një moment që SPAK-u ishte në një nga momentet e veta më të mira. Përveç faktit që shumica e qytetarëve i besojnë. Ka një farë bilanci që ne nuk e kemi parë në gjithë këto vite, pavarësisht se për ata që e ndjekin nga afër, si puna ime, patjetër ka edhe gabime, ka vend për të korrigjuar. Por Partia Demokratike, në vend që thotë po, ne jemi me drejtësinë, çfarë do qëllimesh nuk e di që mund të ketë në të vërtetë, pak në publik. Më ka çuditur. Vetëm nëse është një mesazh që Berisha e jep mbështetësve të vetë më të afër, pra këta që vendosin në listat e sigurta. Sepse shumica e këtyre njerëzve, unë parashikoj që mund të jenë gjithashtu shënjesë të afërt të SPAK-ut, dhe ndaj, pra, u grupuan që të mbrojnë njëri tjetrin. Kjo është... Të qëndrojmë pak, mos rrëshqit kaq shpejt, qëndrojmë pak këtu te SPAK-u. Çfarë parashikon se do bëj Rama me SPAK-un? Ose çfarë mundet? Se ne nuk e dim fikse çfarë do bëj me SPAK-un. Qartë, mendoj që do tentoj të ndryshoj ligjin. Mund t'i kufizoj buxhetin, sepse duke i lënë një rol honorifik? Financat janë motivim shumë i mirë, nëse ti je financiarisht i lirë, sidomos me atë lloj çështjes që ato trajtojnë, me atë nivel kompleksiteti, kanë nevojë që të kenë burime financiare shumë të mira. Nuk bëhen hetimet pa fund. Ndikon në cilësinë direkt të hetimeve. Por mendoj që do tentoj ti kufizoj kompetencat. Pra, nuk e di në çfarë mënyre mund ta bëj. Di që ka një farë problemi të ligji, për shembull, që një pjesë e trupës së GJKO-s mund të hetohet nga SPAK-u dhe ka aty një farë hapësirë për ta ndryshuar. Problemi është që kjo hapësirë do shfrytëzohet dhe do keq përdoret dhe për këtë jam shumë e sigurt.
Më thënë, kjo mund të ishte një ndryshim ligjor legjitim, por jam e sigurt që aty do luhet e rëndshëm. Edhe për të infiltruar trupa të ndryshme, se mendoj që nëse do tentohet të cënohet spaku do bëhet në mënyra të ndryshme. Pra, do të cënohet integriteti duke futur ndoshta njerëz të korruptuar, edhe do përdoret ligji si armë për i hequr dhëmbët drejtësisë në një farë mënyrë. Çështja është që ne bëjmë një reformë drejtësi që të jetë e pavarur. E pavarur do të thotë që ka institucione që kontrollojnë spakun. Spaku është thjesht organi i akuzës, ka gjykatës shkallës parë, shkallës dytë, shkallës më të larta deri në Strasburg, nuk e di. Të tëra këto janë sisteme kontrolli ndaj spakut. Në këtë mënyrë edhe retorika e PD-s ka qenë e tillë, domethënë, që spaku nuk ka kontroll. Jo, ka kontrolle. Ekzistojnë kontrollet. Dhe këto kontrolle e bëjnë sistemin e drejtësisë të pavarur. Megjithatë, kundër argumentet mbase të Partisë Socialiste do ishin që spaku tani e mbaroi funksionin, këto organet e drejtësisë, tani kemi drejtësi, tamam drejtësi. Kështu që mbase është koha që ta rimendojmë edhe një herë. Apo ti mendon që nuk do ishte ai që guximshëm Rama sa të prekte marrëdhënien me SHBA-t edhe BE-n? Momentalisht nuk ka një marrëdhënie me SHBA-t. SHBA-ja nuk ekziston në vend. Nuk kemi një ambasador, por nuk kemi një politikë amerikane këtu. Nuk është fare prezente. Momentalisht. Momentalisht do më parashikoj edhe në të ardhmen e afërt nuk do të ketë. Bashkimi Evropian është i investuar, e kanë parë të investuar te reforma në drejtësi për ta mbrojtur. Se e ka kuptuar që po bëhen tentativa dhe ambasadori Gonzato, që të them drejtën, në tërë ambasadorët e Bashkimit Evropian që ka qenë së fundmi në Shqipëri, më është dukur pak më korrekti në nivelin e ndërhyrjes dhe në momentet që zgjedh të bëjë ato deklaratat. Dhe ka bërë vazhdimisht deklarata që spaku duhet jetë i pavarur. Pra, ka sisteme kontrolli dhe duhet jetë i pavarur nga legislativi dhe nga duart kthetrat e qeverisë. Kështu që mendoj se Bashkimi Evropian do bëjë rezistencë, mendoj se nuk është kaq e lehtë që të kapesh me spakun, sepse spaku tani është hapur një kuti Pandore aty. Do të thënë ka fuqi në sensin që ka informacion tani. Dhe mendoj që do jetë më e vështirë se ç'mendojnë. Por sigurisht ka edhe hapësirë për ta kapur spakun. Do të thënë është një nga ato zhvillimet që do jenë në këtë 4 vjeçar, mendoj. Ishte parashikueshme ose do spaku do konsolidohet ose do komprometohet. Ishte parashikueshme sjellja e Partisë Demokratike pas kësaj disfate? Pra, kemi një lider të PD-s, si Berisha, që po vazhdon vizitat jashtë. Kemi, si thua, përplasjen e demokratëve bashkë me eksponentë si Edi Paloka e tjerë me median. Kemi teza të tipit u vodhën në zgjedhjet nëpërmjet trenit bullgar, edhe këtë nuk e kishim dëgjuar, me thënë drejtën. Dhe nuk shohim një reflektim. Reflektim as një copës reflektimi, se nuk po flasim, reflektim jo më pastaj dorëheqje dhe mbajtje të përgjegjësisë. Ishte e pritshme që të ndodhte kështu, apo kishim pak shpresë se... Po, besoj se nuk po them vetëm e prisja, unë besoj se shumica e personave që ndjekin politikën edhe analizojnë politikën ka qenë e pritshme, sepse në qoftë se Berisha do kishte qenë serioz në këtë zgjedhje, dhe unë nuk mendoj se ai realisht qëllimet e tij kanë qenë rotacioni edhe fitimi zgjedhje. Mendoj që ka qenë fitimi i opozitës. Ai ka qenë të tëra veprimet e tij të çojnë që nga kandidimi, që nga gjitha veprimet që ka bërë për heqjen e statusit non grata, që nga asnjë lloj përpjekje minimale për të bashkuar fraksionet, për çfarëdo lloj vlere që ka fraksioni i Bashës, apo fraksionet e tjera, afrimi i fraksioneve opozitare, që nga kandidimi njerëzve 2005-s. Shkoja doli, po ta shikosh ftohtë. Po, me atë, po, qëllimeve vetë ja ka dalë. Pra ka 50 besuar në kuvend? Po, që është një numër i konsiderueshëm gjithsesi. Numër i konsiderueshëm dhe duket që s'ka zëra kritik fare brenda PD-s, që duhet ketë një reflektim, duhet ketë mbasi një analizë për të kuptuar se ku dështuam. Dhe duket që ja doli, pra u bunkerizua.
Po, qëllimet e veta po, mendoj se e ka arritur. Mhm. Më vjen keq që të paktën mes të rinjve, sado që ka disa zëra të izoluar, po nuk e shoh që këta zërat, si me thënë, të ngrihen nga zërat të tjerë, domethënë, nuk ka një reflektim në gjithë spektrin. Mendon që E rit, mund të kemi zërat izoluar, Avlon Kalaja e kam parë që ka bërë një farë kritike. po në fakt është fatkeqësi për Ali vendin Mehmeti për ne, deri diku që pak këta dy diplomatik, nuk janë në kuvend për shembull, po, janë njerëz që nuk janë në kuvend. që do duhet ishin. Kur e krahason me figura fare të reja dhe pa kontribut, madje figura që në një farë mënyre mund t'i përkasim shumë komedisë se sa politikës, si zonja Zeqinet Çaushaj për shembull. Kjo ishte, shiko, në këtë sistem që kemi, le ta marrim të mirëqen, ky është sistemi, tani do futemi zgjedhje me këtë sistem. Çfarë zgjidhje ka PD-ja përballë PS? Pra, me cilësinë e kandidatëve që do fut në zgjedhje. Dhe Ilir Ali Mehmeti ka pasur 2 raste edhe për kandidimin si kandidat për bashkinë, që do ishte një kandidat fantastik. Shumë dinjitoz. Me kredibilitet shumë të lartë, domethënë, mos harrojmë që ishim pas pandemisë, ku kishte marrë një rol shumë qendror. Dhe rasti i dytë, që mendoj se këto zgjedhje më shumë na japin të drejtë për gjithë ata që e kanë mbështetur dhe e kanë advokuar që ti ishte ai që të zgjidhej për kandidat atëherë. Isha duke thënë që Berisha vazhdimisht ne na duket e pa qëllim, po është e qëllim, domethënë që duket sikur Rama është gjithmonë një hap para, në sensin që ai vendosi në listë njerëz pa profil, gjerësisht të panjohur, dhe pastaj vendosi të provoj vlerën e atyre që kishte. Atyre, po, e besnikëve të vet, njerëzit vet më të fuqishëm dhe më të afërt të tij në parti. Dhe ati i funksionoi. Çfarë mund të bënte Berisha përkundër kësaj? Pra diçka më të mirë se sa bëri. Berisha mund të fuste sërish të rinj në listë të sigurt, po njerëz të cilët kanë një kontribut. Domethënë, këtu mund ta bënte diferencën me Ramën, kishte hapësirë gjithmonë. Nuk e bëri, se unë mendoj që nuk ka patur vullnet, sepse e thash që nuk e ka patur për objektiv të fitonte zgjedhjen. Mendon që atyre ju bën përshtypje fakti që koça elektorat gri, të pakënaqur, ndoshta edhe nga Partia Demokratike, votuan partitë e reja. Agron Sheaj ka 2 mandate në kuvend. Kemi pastaj Shqipëria bë dhe nis mathurje 1 mandat, por duke marrë në konsiderat se sa vota kanë marrë. Pra kur shikon votën në total apo Lëvizje Bashk e Qorit, mendon që Partia Demokratike bën ndonjë analizë ose ndihet keq që këto vota kanë shkuar? Jo, nuk kam parë asnjë lloj reflektimi, përkundërzi kam patur një tendencë për të fajsuar këto forca, për të fajsuar edhe popullin shkurtpuna, që nuk i solli ata në pushtet. Që është shumë anakronike. Është shumë anakronike se si njeri normal, ku ta di unë, nuk e di, je një intelektuale dhe thua, ky është niveli i njerëzve këtu, ky është niveli i edukimit, ky është niveli kulturor, mund ta thuash diçka të tillë. Politikan nuk mundesh ta thuash kurrë. Jo, shiko, as këtë si nuk mund ta thuash sepse faktet e shifrave tregojnë që njerëzit kanë votuar për dikë apo jo, ose për disa parti të reja. Po. Ata kanë zgjedhur se ka gjithmonë. Kur do të gjesh justifikime, mendoj unë, mund t'i gjesh gjithmonë. Pra t'i shtojmë trenit bullgar edhe këtë. Ky trenit bullgar më është dukur shumë e çuditshme. Thjesht e nxorrën atë, nuk është vërtetuar ende asgjë. Në këtë sens, nëse ti do të paraqesh prova, paraqitje të plota. Nuk mund thjesht të thuash është përdorur treni bullgar dhe e bën fakt të kryer. Jo, un jam e sigurt që metoda të tilla edhe mund të jenë përdorura. Por duhet të investohet më shumë që ti ndjek këto çështje deri në fund. Dhe unë fatkeqësisht nuk kam shumë shpresë, sepse kam ndjekur zgjedhjet e fundit dhe nuk shikoj ndonjë ndryshim në mentalitet nga skuadra e Bashës në skuadrën e Berishës në këtë sens. Edhe ajo që ato bën është që e bën sikur KQZ-ja është vetëm një organ i Partisë Socialiste, në fakt PD-ja është në KQZ. Pra, për shembull gjithë procesin teknik është PD-ja ajo që e ka në administrim. Është përfaqësuesi i tyre, Lalba Pelniku, që jep garanci që ky, ndërkohë që në 2021-shin zonja Pelniku jepte garanci
Dhe përfaqësuesit ose të bashkët dini jo ka probleme teknike. Cila është? Pra bëhet një suggestionim dhe një keq informim i qëllimshëm i publikut këtu që të mos mbaj përgjegjësi PD-ja. Përgjegjësi që i ka në KQZ këto përgjegjësi. Janë procese që i ka miratuar, janë procese në cilat ajo ka marrë pjesë. Dhe duhet i ezauroj. Unë jam në një proces gjyqësor 8 vjet që pres akoma për parkun e liçenit, vetëm sepse e quaj detyrë time që ta ezauroj atë proces. Pavarësisht se janë përplasur dhe me policinë e tjerë, i kanë bërë të gjitha. Por ai është një proces që unë duhet ta ezauroj. Dhe në PD-ja që ka shumë më tepër fuqi se çka mund dhe ka jurist dhe avokat, pyes nëse ata kanë një reflektim sepse e krijuan këtë bunkerin, kanë 50 deputet, po do rrudhet. Po. Do rrudhet sepse me këtë mentalitet, këtë mungesë fryme, edhe këtë mungesë strategjie, nuk e di, si janë disa çështje, partitë e reja do të vazhdojnë rritjen apo jo? Si parashikon ti? Ajo që kam parë unë në strategji apo do bllokohen nga këto dy palët e forta? Ajo që kam parë unë si strategji të PD-s është që përpiqet që të marrë ato element që mbështetin disa element, të përpiqet që t'ja marrë ajo qeverisja socialiste, siç është biznesmenët e mëdhenj, mediat. Ka një përpjekje, domethënë, për të futur dhe për t'i tërhequr ato nga ana e tyre. Dhe kjo është mënyra se si Partia Demokratike shpreson që ndoshta do fitojnë në të ardhmen. Jo duke qarkulluar elitat e saj, jo me ide të reja, jo duke organizuar, jo duke reflektuar, por duke shfrytzuar, duke i marrë Ramës nën vete ato sistemin që mban ato, domethënë. Kjo është përshtypja ime. Po në fakt që kanë bërë, për shembull, po të kujtohet konshensionet, ka qenë Berisha i pari që. Dhe pastaj Rama i ka perfeksionuar gjatë rrugës. Janë të njëjtët njerëz, domethënë dosjet e SPAK-ut nëse kanë ndihmuar në diçka, është që këto lidhje i dokumentojnë. Pra lidhjet me oligarkët, me Manen, me Ulajn, me oligarkët e tjerë midis Treshës, Meta, Berisha, Rama. Edhe Basha kur ishte, mos ta lëm dhe atë jashtë se përfundojmë të tërkënd që i Bermudës gjoja. Se ai ka qenë pjesë të njëjtës skem. Është një potencial të këtyre partive të reja për të rritur? Po themi nëse tregohen strategjike duke nisur luftën për sistemin elektoral një herë. Është pikërisht për mendimin tim, po, ajo është betejë për të bërë. Dhe uroj që të tregohen strategjike, sepse ajo është shpresa e tyre më e mirë. Unë jam e sigurt që disi mund të rriten, megjithatë nëse sistemi vazhdon edhe i godet. Në qoftë se me këto vota që kanë fituar, Rama i vendos pak në shënjestër, veçanërisht që t'i pengoj të rriten dhe mendoj që e ka pushtetin ta bëjë, sepse është mandatin e 4. Kjo është shpresa e tyre më e mirë, që të kërkojnë ndryshimin e sistemit, dhe të kërkojnë dhe të bëjnë një fushat me njerëzit. Dhe edhe në këtë mënyrë, edhe do rriten, edhe ndoshta ka një shans shumë të mirë që ta ndryshojnë sistemin. Dhe personalisht, si anëtarë e shoqërisë civile, kam filluar të flas me shumë njerëz tani që ndoshta të jetë një iniciativë që ta fillojmë edhe ne nga shoqëria civile, sepse më duket që çdo kauzë tjetër cili do ishte për ty një sistem më i mirë se ky aktuali? Sistemi mazhoritar proporcional, domethënë që Shqipëria të jetë një zonë zgjedhore. Megjithatë, sistemi më i mirë ka disa që mund domethënë ta fillojmë këtë bisedë, sepse ka disa sisteme. Hapja e diskutimit, po thua. Po, sepse unë nuk jam ndonjë ekspert e sistemi, po e di që sistemi mazhoritar të paktën është pak më i drejtë në përkthimin e votave në përfaqësime dhe më pëlqen kjo pjesa. Por që duhet ndryshuar kushtetuta. Referendumi është një mundësi, shfrytëzimi i ndoshta pak kënaqësisë mes PD-s ose ndoshta shfrytëzimi i ambicjeve brenda PD-s mund të jetë një mënyrë, sepse Partia Demokratike ka për ta luftuar këtë iniciativë, jam shumë e sigurt. Sepse nuk I intereson. Plus që kjo është partitë e reja janë fuqizuar, do t'i fuqizonte edhe më tepër. Jo, më saktë, do t'u jepte atë fuqi që ato kanë realisht dhe nuk ka dhënë kodi. Edhe sigurisht nuk është në avantazhin e saj. Pra do të jetë e njëjta situatë si Basha që luftonte listat e hapura dikur apo jo? Basha I shtyu listat e hapura, pastaj luftoi. Mirë. Po. Ne po themi çfarë bëri në fund apo jo? Po. Se patjetër, ndoshta u bë pjesë e diskursit fillimisht, por pastaj luftoi. Pra, PD-ja bë pret që t'i vi radha që mandatin e 5 mos ta fitoj Rama,
por tjetra dhe PD-s apo jo. Ky është parashikimi që mund të bëjmë në këtë. Ky është parashikimi më optimist i tyre, po ata ndoshta ndjen rehat në pozitën që kanë dhe mendoj se ka edhe një farë. Sepse opozita është pushtet. Pse mos ndjen rehat? Mund të mos mund të mos kontribosh në ligje më të mira për vendin tënd, por mund të negociosh për të mirat personale. Edhe çfarë mendon se do të ndodhi me non-gratën e Berishës? Është pak e paparashikueshme. Ato lekët me vërtet mund të bëjnë punë. Në rrethanat aktuale në cilat gjendet politika amerikane, që mund gjetet një xhep edhe thjesht vullneti i sekretarit të shtetit nuk duhet ndonjë gjë shumë e madhe. Por nuk e di se si është se pak sinjale kanë dhënë oreksi i administratës. Shiko, po. Ata edhe kanë hequr, edhe kanë vënë të tjera. Pra, në këtë rast nuk kanë dhënë sinjale shumë të forta. Nga ana tjetër, Rama është në pushtet, dhëndri i Trumpit është në biznes me Ramën, erdhi së fundmi në Shqipëri dhe foli dhe kjo nuk erdhi në Shqipëri, ishte online. Ishte online, ndjes. Jemi të qartë sepse shiti. Partia Socialiste shiti. Atëherë jam jam feshkuar nga ajo që bëri media, sepse media shiti dhe unë fakt u habita thash. Si ka mundësi që shiti dhe këta nuk po bëjnë diçka për këtë gjë, se është gjë shumë e madhe, pra që të vinte të fliste, fakt ishte online. Dhe bjem të gjithë prej propagandës, ndonjëherë duhem verifikuar. Mund të çështja është që kjo nuk e ndikon, kam thënë, kjo nuk e ndikon as pak fatin apo shanset e Partisë Demokratike, sepse maksimumi do të rishte. Megjithatë një shenjë e mirë do ishte nëse Berisha do të shkonte në Amerikë apo jo. Për një vizitë në Amerikë. Shenjë për çfarë? Në këtë pikë do ishte ndoshta shenjë e mirë para zgjedhjeve. Në këtë pikë është tërësisht e pa vlerë. Flas për mandatin e pestër. Sepse tani ka ardhur situata që po flasim për mandatin e pestë. Nuk po flasim për këtë mandat, megjithatë, për këtë mandat ka disa teza që qarkullojnë dhe njëra prej tyre është që Rama nuk do ta mbyll mandatin. Pra që do të thotë mundet që ndoshta pas 2 vitesh të kemi prapë zgjedhje, mundet. Është një tezë që qarkullon. E dyshoj, sinqerisht, ka qarkulluar gjithmonë kjo tezë. Kuptohet gjithmonë e lidhur në dinamik me SPAK-un. Pra, si do të jetë lufta e SPAK-ut, nëse do të kemi zhvillime, çfarë ke... Unë nuk e sepse kam studiuar shumë mirë dosjen e Berishës, pra e di se sa e vështirë është që të hetosh një kryeministër. Dhe njerëzit, domethënë që e shikojnë Ramën dhe shikojnë gjithë këto abuzimet, mendojnë që është shumë e lehtë, në fakt nuk është fare e lehtë ta lidhësh kryeministrin direkt me këto abuzime, siç e kërkon standardi i ligjit. Që nga kjo anë kam pak shpresat, them drejtën. Me njerëz afër ti, po. Me Ramën direkt e shikoj pak të pacënueshëm. Ashtu si shikoj edhe Berishën, pavarësisht se ka një kauzë kundër tij, mendoj që ai do ta fitojë. Është shumë e vështirë. Shumë e vështirë ta lidhësh kryeministrin me krimin. Një çuditshme të socialistëve pas fitimit të zgjedhjeve. Është pra një qetësi e çuditshme, është për faktin se janë me pushime tani, fituan zgjedhjet e kanë nisë pushime. Janë të lodhur, po. Janë të lodhur apo janë koshient që në fakt fituan zgjedhjet po jo respektin. Mendoj që në këto momente se partitë dhe rrjetet militanteske jetojnë pak mes tyre, domethënë, dhe ndonjëherë shkëputen nga grupet e tjera, po, dhe në atë sens kultivojnë atë respektin e tyre që mund të jetë artificial, por nuk besoj se i prek kjo pjesë. Nuk mendoj që janë... Përse vrasim mendjer shumë, fituan zgjedhjet dhe janë rregull. Po, por nga ana tjetër mendoj që metodat që Rama aplikon, pra duke i vënë pak në garë se kush do mbledh më shumë vota, kanë efektin e tyre brenda partisë. Pra, ka një armiqësi aty që përtej zgjedhjeve, kur fillojnë ndahen sepse vërtet kërkojmë vota, po votat i kërkojmë në shkëmbim të pozicioneve favore, fillojnë edhe shpërndahen dhe rishpërndahen këto lloj pozicione, edhe aty pastaj fillon prap gara. Dhe mendoj që si më thënë, kundërshtia më e madhe për momentin e kanë mes tyre dhe shpresoj që dikur të plas kjo gjë, po nuk në fakt që një moment Rezi që kishte disa vite pa ndodhur, ishte momenti i
arrestimit Veliaj? Velie. Veli kujdoja e grupin e Veliajt praktikisht. Jo, e kuptoj, po kishte shumë vite që nuk i ndodhte diçka e fortë Shqipërisë. Dhe pastaj ardha e këshilltarit Berishës, se qenë shumë afër. Nuk e di nëse Më duket se në të njëjtën ditë se Partia Demokratike e akuzoi Spakun sikur kishte dashur t'i merrte vëmendjen me ata. Pikërisht, ja gabimi tjetër i PD-s, që është skandaloz nisë, por unë si gazetare kisha shumë vite pa përjetuar zhvillime të tilla, me thënë të drejtën të forta. Që ti nuk i parashikon, nuk e di cila ishte ndjesia jote. Që kur doli, që kur hape hetimi mbi incineratorët për shjetët të Tiranës, Partia Demokratike vazhdimisht e provokonte Spakun. Pa u arrestuar Veliaj, nuk Spaku nuk mund ta marrë. Po kur u arrestua Veliaj, çfarë bën pastaj? Po pastaj, po ja u arrestua tani. Pastaj u hodhën në alibin tjetër që jo, po nuk e arrestuan për incineratorët, atë arrestuan për këtë gjë që kjo është gjë shumë e vogël. Tani ne nuk e dim se çfarë lloj provash ka mundësi që të mbledh Spaku. Që nuk mund ta gjykoj nga ky lloj aspekti, po dim që është shumë e vështirë që të godasësh aq lart. Pamundur, perceptoje e pamundur që të goditej Velia dhe ai është në burg, dhe ai nuk del më. Duke pat parasysh edhe fushatën që Spaku e targetoi, mendoj që e tejkaloi pak aty atë kompetencën e vet. Pra e targetoi pak sepse i hapi luftë Velia në momentin që u arrestua Spaku dhe Spaku ju përgjigj praktikisht me ato komunikimet që një pjesë e tyre nuk ishin të nevojshme të nxirreshin publik, nëse unë do jem objektive, se unë jam person që pavarësisht se mund të jem pak e paragjykuar dhe e kam patur oponent Veliaj në shumë nga kauzat që kam ngritur, preferoj të jem objektive. Pavarësisht se mendoj që ai e meritonte me ato që bëri, mendoj që Spaku e tejkaloi pak aty atë kompetencën e vet. Tregoj që ka pushtet për të luftuar, mendoj unë. Dhe pushteti më i madh i Spakut janë komunikimet. E kam thënë gjithmonë. Komunikimet. E kam parë që komunikimet bëjnë gjithë diferencën e mundshme të botës në një akuzë që ngrihet. Berisha nuk ka asnjë lloj komunikimi. Është thembra e Akilit në atë lloj hetim. Çfarë mendon se do bëj Rama me qeverisjen numër 4 si i bie? Ka bërë disa qeveri? Po 4. E 4-ta. Çfarë do ketë gra aty, si e mendon, si parashikon? Po, mendoj që do vazhdoj me trendin e grave, se do vazhdoj. E tregoj pak edhe 6 fushatës që mendon që Balluku do pak jetë jashtë kam përshtypjen këtë. Do jetë ende zvëns kryeministre? Zonja Balluku? Nuk e shikoj që të luhatet pozita saj për momentin. Për momentin, të paktën raport me kryeministrin. Pastaj pjesa tjetër janë veç emra, po unë nuk besoj se mund të presim ndonjë risi nga Rama. Do të thënë në çfarë plani risi. Plani i tij është të kufizoj Spakun, plani ekonomik është që të vazhdoj me ato ligjet që japin asetet e vendit, kemi paketën e maleve tani, se iku për investime strategjike, iku ligji tjetër për zonat e mbrojtura tani, i njëjta gjë përpiqet që të bëhet, që të marrësh toka publike dhe t'ua japësh individëve privat. Gjesh një mënyrë që t'ua japësh individëve privat. Kështu që nuk ka asnjë lloj risie, nuk ka pritshmëri nga ky lloj aspekti. Do jetë Spiropali sërish kryetare e kuvendit, si mendon, apo do promovojnë figura të reja? Mendoj që nuk do jetë kryetare e kuvendit, mendoj që do jetë ministra. Ndoshta në një pozicion pak më nuk di të them se nuk e shoh dot personalisht në një pozicion specifik, por mendoj që do bëj ca ndryshime të vogla. Do bëj ca ndryshime të vogla. Normalisht edhe për shkak të mbase të kontributit që kanë dhënë brenda PS-s ose edhe raportit personal që kanë me Ramën, kam përshtypjen. Ndikon goxha. Rezun e thash që jemi me fat që kemi disa deputet të rinj në kuvend që të paktën se jemi në atë pikën që themi shoqëri që dinë të shkruajnë dhe të flasin dhe të lexojnë. Parashikon që edhe me këta pak deputet që kemi, që do ketë një lloj zë opozitar aty. Pra, e kam fjalën për Shehajn, Kaprin, Muçin, tjetër kush ishte tjetër? Drejti Klapaj. Po. Po, besoj se po. Besoj që do i kemi këtë një zë pak më të fortë, që është në vetvete është gjë mirë, po e pamjaftueshme. Dhe unë personalisht, si mbështetëse e madhe në grupe partive të vogla, dhe
jam djerë pak e zhgënjur në një strategji elektorale që mendoj që i ka kushtuar deri diku. Përveç faktit që nuk u bashkuan që do i kishte favorizuar më shumë Kodi, nëse do ishin bashkuar. Megjithatë, unë nuk jam kundër t'i gjykoj shumë aty, sepse kanë profile shumë të ndryshme, kanë qëllime të ndryshme, ndonjëherë kanë edhe divergjenca shumë të mëdha për t'u bashkuar. Dhe përtej kësaj, ajo që unë mendoj që ishte pak e gabuar është që këto paraqiten programe sikur të transformonin shoqërinë, domethënë, programe madhore, ndërkohë që ato me një mandat dhe ishte ajo që mund të shpresohej 1 ose 2 mandate gjatë këtyre zgjedhjeve, nuk mund t'i realizonin tilla premtime, dhe duhet të ishin përqendruar më tepër që ta udhëhiqnin pak publikun në çfarë mund të bëhej me 1 ose 2 mandate. Sigurisht ti thua nuk mund të kalosh ligje, mund të propozosh ligje, mund të flasësh në kuvend, mund të japësh gjithë këtyre zgjidhjeve që partitë e mëdha ndoshta nuk kanë vullnet ti paraqesin, ti mund të japësh zë, ti mund të marrësh mbështetje nga publiku në këtë lloj mënyre. Pra, nuk janë gjëra shumë të prekshme, por ama janë ajo që ti do bësh. Se publiku e di që ti me 1 o 2 deputet nuk realizon dot reforma ekonomike siç ke prezantuar, apo nuk e di çfarë do lloj masash të tjera, programe sociale, ekonomike, to nuk i realizon dot. Ne duam dim çfarë mund të bësh ti tani, dhe nëse ti e bën tani, atëherë unë mund ta shikoj pak se si kjo ndryshon pak realitetin. Por mënyra se si ti më ke sugjestionuar mua si publik, unë nuk e shoh atë. Atëherë ndoshta edhe nuk të votoj, thjesht si vendim racional, sepse ti nuk do bësh një ndryshim në mendjen time. Do kishte qenë më e dobishme, mendoj, nëse bëhej në këtë lloj mënyre. Pra, ti ke 1 mandat deputeti, çfarë do bësh? 1 ose 2 çështje madhore. Mos ndoshta meraku i publikut është më i thjeshtë, tipit do të bëjmë bashkë me Ramën apo do të vazhdojnë? Se mund të jetë dhe ky meraku i publikut. Mund të ketë, për shembull Lapaj e di që e dha një sinjal që nëse Rama do merrte 70 mandate, ai, do të thënë, u interpretuar në mënyrë të tillë dhe mu duk sikur nuk ishte edhe shumë vend për interpretim aty, pra ishte një farë gatishmërie që nice. Mua personalisht nuk më pëlqeu, sepse kuptohet që partitë e reja i konceptoj më shumë si parti që mund të japin një kontribut opozitar, dhe nëse i bashkangjites. Ndërsa për partitë e tjera nuk kam parë ndonjë sinjal që mund t'i bashkojnë Ramës, përkundrazi, Lëvizja Bashkë për shembull ka qenë kategorie për bashkim me partitë e tjera, të cilat, do thënë, filloi ajo lufta mes partive të vogla, që në një farë mënyrë është edhe pak luftë për identitet, pra luftë për t'u ravizuar ndaras nga të tjerët në sytë e publikut. Nuk e shoh domosdoshmërisht si gjë të keqe, por në terma afat gjatë, jo në terma afat shkurt. Këtë idenë që do t'i përmbajmë idetë tona dhe nuk jemi të gatshëm t'i kompromentojmë vetëm që të arrijmë disa mandate më tepër. Kjo është gjë e mirë, mendoj që ka vend për t'u vlerësuar kjo, duke qenë se ne jemi në një sistem oportunizmi, me modele të skajshme oportunizmi, me njerëz si sot janë me një parti, pas 4 vjetër me një tjetër, pas 4 vjetër me një tjetër. Ndërkohë kemi partitë të cilat i përmbahen. Nuk e shikoj si gjë të keqe për t'u kundërvënë këtij modeli. Pra nuk shet ndonjë rrezik te këto parti të vogla që do të bëhen me Ramën, do të ngrenë kartonat kur Ramës t'i interesoj? Ajo rrezik ekziston, po mendoj që duhet t'i shikojmë pak më afër, se unë nuk dua të shprem në mënyrë negative për Lapaj, sepse kam bërë një vlerësim në lidhje me të, që mund të quhet si paragjykim dhe merrem me rezervë këtë që po them, sepse unë kam rezerva në mënyrën se si jo nismathurje, por Shqipëria bëhet, se ku e gjeti tëra të financim të madh. Unë e di shumë mirë se sa e vështirë gjesh financim për partitë të reja. Është pothuajse e pamundur për shoqërinë civile dhe për partitë të reja, sidomos për organizimet të asaj madhësie. Ishte Rama dhe Lapaj që kanë bërë një fushat shumë të zgjeruar në diasporë, për shembull. Dhe edhe numrat mendoj që e treguan, sepse financat janë shumë të rëndësishme. Ne e dim financat i bëjnë një palëzgjedhje. Janë një nga elementët që ndihmojnë shumë. Nuk mund të them që e bëjnë, por janë element jashtëzakonisht ndihmues. Edhe numrat financa ka pasur dhe Shehaj, i cili ka bërë një fushat. Po, Shehaj i ka të vetat. Do të thënë, ka diçka. Nëse në atë rast ne nuk e dim kush nga vjen financimi, te Shehaj e dim që i ka të vetat. Kjo nuk do të thotë se kjo është në rregull,
Se mendoj se ai personalisht duhet marrë më shumë masa që ti kundërpërgjigjes, domethënë asaj mundësisë që kjo është partia e tij personale. Duhet krijoj mekanizma brenda partisë të cilët limitojnë rolin e tij ndoshta si kryetar. Po të paktën e dim që financat janë i ka për shkak bizneseve të tij. Pra, mendoj që ka më tepër për të bërë në atë aspekt. Buzhala thoshte që Shea i ka një vizion më të gjerë për të ardhmen. Mua më ka pëlqyer. Nuk do qëndroj vetëm te 2 deputetët. Po, mendoj se po. Mendoj se po. Të paktën niveli i tij investimit si personal, si në njerëz, e tregon që ka një të tëra partitë e vogla mendoj që kanë ambicie që të rriten. Megjithatë të pash një mua më pëlqen që Shea është përqendruar te denoncimet te korrupsioni dhe te denoncimi oligarkëve. Domethënë ka qenë pak më i përqendruar, si më thënë, në ato sulmet e veta, por mendoj që tani është e pamjaftueshme. Domethënë thjesht të merresh me denoncime merrem edhe unë. Të merren edhe një sër personazh të tjerë. Duhet të merremi me zgjidhje. Duhet t'i japim zgjidhje. Njerëzit duan zgjidhje. Edhe Partia Demokratike edhe partitë e tjera. Dhe Partia Demokratike ka bërë për një farë periudhë shumë të gjatë, madje konkuronte edhe me gazetarët, Po. Ndërkohë që detyra e gazetarisë kjo është hulumtoj, denoncoj, të shtroj problematikën, por jo t'japi zgjidhje, edhe PD-ja ngeli aty. Të njëjtin gabim ka bërë edhe Qori në raport me të Vëklanin. Do me thënë ndonjëherë nuk e kuptoj, po konkuronte për të qenë kryeministër ose për të marrë për të qenë deputet, apo për t'i zënë vendin Fevziut. Sepse nuk mjafton. E pastaj ata e nxorën një program. Unë jam me kritike ndonjëherë edhe me veten, edhe me shoqëritë civile, ne duhet të njëjtën gjë, se dua ta lidh me këtë. Të njëjtën gjë bëri dhe Shea, lidhur me RTS-n. Dhe u pa një kthes aty e tij, sepse ndoshta si qëndroi faktit që kishte thënë do ta mbyll apo do ta mbyll, po fakti kur ti thua do ul buxhetin e RTS-s. Pra, duket sikur është një tendencë në përgjithësi e këtyre partive të reja apo e PD-s për denoncuar, po jo për të dhënë zgjidhje, cilat janë zgjidhjet, edhe si do t'i bësh, dhe me çfarë parash do t'i bësh. Dhe kjo është ajo që presim ne. Këto janë idetë e reja që priten, dhe ky është vizioni. Sepse është shumë komode, e them edhe nga pozicioni im, është shumë komode që denoncosh. Edhe ne mund të flasim gjithë ditën këtu. Është jashtëzakonisht komode. Nëse ti kërkon që të përfaqësosh njerëz, ai është një pozicion shumë i privilegjuar, të cilin duhet ta fitosh. Edhe si fitohet duke ofruar zgjedhje. Politika është vendimarrje, nuk është thjesht, është shumë e lehtë. Këta të Partisë Demokratike e kanë pak edhe një tendencë edhe më të egzageruar, se këta jo vetëm denoncojnë, këta edhe shajnë. Edhe mjaftohen pak me ato sharje që bëjnë. Se ka ndryshuar fare, për shumë kur e krahason retorikën, domethënë edhe retorika e palokës me gazetaren e Euronewsit. Domethënë unë jam dakord që mund të jenë në situatë revoltuar, jam dakord që ti nuk do t'i çosh mikrofonin për të thënë diçka sepse janë aty në një protestë duke kundërshtuar, por gjua agresive. Domethënë vazhdojmë atë retorikën që cila media nuk është pronesh, është armiku ynë, ndërkohë që është rruga e gabuar mendoj. Absolutisht. Apo po imitojnë Trumpin, që u nis dhe sulmoi establishmentin mediatiko, politiko, akademiko amerikan. Çështja është që Trumpi nuk kap me gazetarët veçantë, kap tamam me establishmentin. Nëse do t'i japësh një merit, është establishmenti janë pronarët, dhe nuk janë fijet e pushtetit që lidhin Ramën me pronarët të padukshme, janë fije të dukshme, edhe të njohura, e kam thënë. Edhe nëse do ta fillosh atje, nuk mund ta nisësh me më të dobët. Pra do sulmosh atë gazetarin që mund të ketë marrë edhe urdhra, le ta pranojmë që edhe mund të ndodhë, që mund të jetë dërguar qëllimisht. Le ta themi që ka dashur të provokojë. Edhe mund mos ketë marrë urdhra. Po e marrin gjendur aty sepse ka dërguar drejtuesi për të raportuar protestën. Po edhe sikur të vi gazetarit për të provokuar, çfarë do të thënë kjo? Që është i përligjur qëndrimi jot. Ti je një person që je lehtësisht i provokueshëm. Nuk është e pranueshme për atë pozicion. Për ta një lider apolitik. Pra nuk është se shikon apo më shumë për të çuar vëmendjen, sepse hajde ta çojmë vëmendjen e nisëm dhe po e përfundojmë me trenin bullgar, nga treni bullgar, pastaj po e çojmë te Euronewsi, pastaj bëjmë çik si të indinjuar këtu, sepse kemi edhe ca militant për t'ju dhënë zemër që të mos na largohen, ë? Po patjetër. Militantët kanë nevojë gjithmonë të ushqehen me justifikime radh parë, sepse kanë nevojë që kenë ata një justifikim për të tjerët, sepse janë
të investuar te kjo parti, pra janë emocionalisht, personalisht të investuar, përveç se ka një pjesë që janë të investuar për shkak të interesave, ka një pjesë që janë emocionalisht të investuar. Apo me vërtet kanë shpresë që do ndryshojë jeta e vet në momentin që do vijë partia e tyre. Kështu që megjithatë nuk është e përligjur ai lloj që. Nuk është. Thjesht të tëra këto lëvizje thjesht bëhen për të shmangur të vetmen gjë, marrjen përgjegjësi. Po më kujtove me këtë pak librin e zi të zgjedhjeve të Bashës, sepse unë kam patur fatin më të vjem nga një nga njerëzit e pak që ta lexoj. Dhe ishte një seri provash që janë paraqitur edhe komunitetit ndërkombëtar mbi manipulimin e zgjedhjeve. Dhe këto prova ishin foto nga takimet që X drejtor kishte bërë për të promovuar një rrugë, statuse të Bryli Broadway. Ishin te kjo dosje. Po, ishin te kjo dosje, ishin gjëja prova. Do të thënë, kjo është, më duket se po përgatitet libri i zgjedhjeve numër 2. Thënë, masakra zgjedhore. Nuk dua ta minimizoj faktin që Rama ka një nivel e ketin te niveli i provave që paraqesin. E kuptoj. Po ndoshta s'kan jurist, kanë jurist të zot? Jo, kanë jurist të zot, por nga sa I kam parë unë edhe ata janë të ingranuar në këtë pritshmëritë që ka PD-ja, domethënë më shumë veprojnë si politikanë se sa si ditës së zgjedhjeve kemi parë vetëm si thua një lloj përplasje në Vor, dhe kemi parë po ashtu çështjen e Erion Braçes në rrugën Marko Boçari, në ku shkoi ekipi Syri TV-s. Po nuk u pa ndonjë problematik tjetër. Jo, çështja është dakord që vajtet te kjo zyra e këtij. Ç'a kapet ti aty? Me gjithë respektin, po ç'a kapet? Se nga ana ligjore. Po hetohet. Dakord, po nga ana ligjore unë nuk pash gjë aty. Unë jam goxha e informuar mbi ligjin, dhe mbi standardin e ligjit që është shumë kërkues në momentin që ti shkoj edhe ngre një padi. Kemi pastaj edhe spakun, hetimi I spakut ndaj partisë së Tom Doshit. Po. Do të thënë këto qenë 3 pika, mendoj, nëse s'kam harruar ndonjë tjetër. Po, këto janë pavarësisht se si thuash ato që janë paralajmëruar të tjera, po këto kanë qenë përgjithsisht. Pase PD-ja po mbledh provat. Ose po sistemon provat, se provat duhet të mbledh prova. Nuk jam kundër PD-s që të mbledh prova. Thjesht tregohet pak më diligjente. Detaje dhe informacion se prova apo jo e vlerëson tjetër kush nëse është provë. Edhe indicje, dakord, por që me të vërtet të jenë prova legjitime. Kokforta, që nuk. Jo disa situata me cilat ti sugjestionon publikun se diçka ndodhi. Aty me vërtet mund të kenë ndodhur diçka. Po a mund të jemi të sigurt? Pra, se ti më thënë, Shiko, të pretendimet që ti po ngre janë të mëdhaja dhe mund edhe të ngjisin, patjetër te mua mund të ngjisin, sepse unë e di që Partia Socialiste nuk vjedh siç mund të vjedhin partitë e tjera, sepse ka gjithë aparatin, mund të përdor policin, përdor administratën, është e mbrojtur, shumë e mbrojtur Partia Socialiste që ti ta kapësh gafil. Nuk është aq e thjesht edhe e lehtë. Kjo do të thotë që mbi ty rëndon një përgjegjësi shumë e madhe që ti të mos bjes në atë gradë që të blesh vota apo të manipulosh, sepse një rast që të kapet, domethënë, ti thjesht e delegjitimove veten dhe edhe çdo dyshim që mund të ketë mbi Partinë Socialiste, thotë ajo, shikoj ju votët, sepse ka prova për atë, po për mua ka vetëm llafe. Pra, mund mos kemi vetëm llafe, këtë dua unë. Mund mos kemi vetëm llafe dhe sugjestionime. Pamjet që transmetoi Syri ishin të dyshimta, me thënë të drejtën, sepse ti shikoi disa eksponent, madje ishte drejtoresha e inovacionit në Mosgaboj, edhe prezente aty, dhe disa të tjerë, cilët vraponin. Qofse, ishte një zyrë pa logo elektorale, po nëse ti je një shtab elektoral ose nuk e di, se duhet vraposh. Nuk ka asnjë lloj ligj që të ndalon ty të mblidhesh ku të jo edhe të vraposh, të mblidhesh ku të duash ti dhe të bësh fushat elektorale. Ishte afër qendrës zgjedhore, ky është pretendimi. Edhe çfarë? Në çdo qendër zgjedhore ke nga të dyja palët, gjithmonë. Nuk po them nuk ka ligj, po them, që ti ta sulmosh. Pra ke një zyrë pa stem, pa logo, pa evidentuar. Mund të mos ishte zyrë, mund të ishte lokali, mund të ishte çfarëdo lloj gjëje. Nuk ka ligj që të thosh mos u mblidh ti, që të organizohesh, më thënë, për qëllimet partisë tënde. Jo, tjetra ishte që e morën disa herë policinë dhe policia nuk po vinte. Sa pamne nga ekrani, se nuk e di. Po për çfarë do vi? Janë mbledh sa njerëz, po pse? Ka një situatë të dyshim, pra se kjo është. Por ti po thua që
kush prova, ku qëndron shkelja e ligjit. Po. Unë thash, më pak suggestionim, më shumë prova. Po mbase. Më pak situata, po ama situata që kanë prova, nuk ka nevojë të kemi 100 situata, ne. Ne 2 kemi nevojë, po e dim që do provohen këto 2. Rezi, ne bjem dakord që PD-ja nuk ka dashur të fitojë zgjedhjet dhe ka dashur thjesht të fitojë partinë? Po, mendoj se leadershipi i PD-s ka patur qartë. Po, ndërsa ndjekësit jo. Mbase nuk duan as të mbledhin prova pra. Po, unë e kam parë tash të zgjedhjet e 2021-shit e kam parë që thjesht bënin manovra që të mbanin pak publikun me këto deklaratat e tyre, sikur po përpiqesh po bënin ndonjë gjë, po nuk po bënin gjë. Nuk e di se si është situata tani. Do ta ndjek pak më afër, nëse do shkojnë deri në fund. Se unë mendoj që ti nëse je i bindur për ato gjetjet e tua, u shkon deri në fund. Të them. Nuk dua ta hedh fare poshtë idenë që Partia Socialiste mund të ketë manipuluar. Po marzhi i manipulimit nuk mendoj se ndikon në rezultatin aq shumë. Nuk e mendoj që është ai problemi kryesor. Është sistemi klientelist tani, jo vjedhja dhe manipulimi i votave në tavolinë që përdor Partia. E ka atë avantazh. Kur e krahason këtë periudhë tani me mandatin e tretë të Ramës, të duket më pozitive, të duket njësoj. Flas kur e parashikojmë shtatorin, se tani akoma jemi në ato ujërat e pushimeve në ku kanë shkuar socialistët. Nuk jam optimiste. Jemi në mandatin e 4, nuk mendoj se ka shumë për të qenë optimiste, ka shumë pushtet qeveria. Do isha duhet shumë kurajo tani dhe shumë persistencë, do më thënë, këmbgulje që këtë sistem ta rrëzosh, sepse ka mjetë e pushtetit tani Rama. Kështu nuk mund të them që jam optimiste, por shpresoj shumë që të ketë një ngritje gjithë grupeve që janë opozitare për ndryshimin e kodit. Një ndërgjegjësim, sensibilizim të tyre, një aktivizim që edhe duhet bashkohemi për ta bërë të mund. Rez, faleminderit. Faleminderit edhe ti. Shpresojmë ta kemi analizuar në mënyrë objektive. Shpresoj gjithashtu. Se dhe ne kemi ato subjektivitetet tona, brenda jemi njerëz, por natyrisht, qoftë se lexon faktet, edhe lexon informacionin, kjo është situata, dhe le ta mbyllim egoizmin tonë, e thamë që diaspora mund mos ta lexonte realitetin mirë, realitetin në Shqipëri, për te i faktit që kishte shumë problem sistemi i zgjedhur. Unë isha me idenë që të paktën konsullata apo ambasada do kishte një lloj vëzhgimi, njerëzit do paraqiteshin apo jo. Do votohej jo familjarisht. Mënyra se si është votuar është. Do të thënë mënyra si është votuar është dakordsi në tavolinë PDPS dhe të ndodhi çfarë të ndodhi. Kemi një parlament ku Rama tani mund të bëjë çfarë të dojë. I duhen dhe 2, për 83+2. Me 85 mund të bëjë çdo lloj ndryshimi të mundshëm. Që i bën shumë lehtësisht. Po doja vazhdon luftën e saj. Me non gratën. Mendoj se mund të presim surpriza nga sistemi 2 partijak që kemi. Unë të paktën nuk pres surpriza. Mendoj që do ketë një marrëveshje të heshtur, se njerëzit ndonjëherë nuk e perceptojnë që marrëveshjet bëhen në mënyrë tillë që nuk ka nevojë që ju të dakordsoheni, po vetëm interesi i përbashkët ju bën që ju të koordinoheni në distancë. Dhe mendoj që në lidhje me Spakun, kësaj radhe nuk ishte nga ato fotot si fotoja Basha Rama, por dakordsia është marrë si është marrë. Faleminderit Rez. Faleminderit. Edhe do të ftoj pak më shpesh, jo çdo 2 vite. Okej. Me shumë kënaqësi, faktikisht se është çliruese ndonjëherë ti thuash të gjitha ato gjërat që. Faleminderit shumë. Faleminderit.